Përshëndetje të gjithëve. A jeni gati për diçka super të shijshme dhe shumë të lehtë për verën? Sot do përgatisim një akullore me Snickers. Po, me Snickers. Nuk ju duhet as makineri për akullore, as në një pajisje tjetër speciale. Vetëm disa përbërës që i kemi të gjithë në shtëpi dhe pak dashuri për të gatuar. Hajde mos të mbasim kohë, futemi direkt te receta. Këtu kam çokoladë Snickers. E presim në pjesë të vogla. Mundohemi që coprat e çokoladës, kjo është me mjaltë edhe ngjit, ndaj do pak durim në prerje. E vajza ime i ka qef këto gjëra dhe i bën me shumë dashuri. Shtojmë në një tas 500 ml pana për ëmbëlsira. I shtojmë një puding çokolade. Nëse nuk e keni, mund t'i shtoni 2 lugë kakao. Dhe vazhdojmë ta përziejmë. Vazhdojmë ta përziejmë për 5 minuta, derisa masa të bëhet kremoze. Si e shikoni, po ndryshon konsistenca pak nga pak dhe po merr atë formën kremoze. Në këtë moment do t'i shtojmë 2 lugë të gjellës me kos. E përziejmë për disa sekonda dhe më pas do t'i shtojmë qumshtin panda ose qumësht të kontesuar, të cilin mund ta përgatisni dhe vetë. Kemi 200 ml qumësht panda. Vazhdojmë ta përziejmë edhe pak. Dhe në fund fare do t'i shtojmë çokoladat e coptuara. Nuk ka nevojë për përzierje të madhe në këtë moment, vetëm për disa sekonda, në mënyrë që çokoladat të shpërndahen në të gjithë kremin. Si e kemi, e vendosim në një tas të përshtatshëm për frigorifer. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëm për gjatë gjithë natës në ngrirje ose për 5-6 orë. Zakonisht unë e përgatis në mbrëmje dhe ditën tjetër e kam gati për të konsumuar. Pjesa që ngeli e vendosim në një tas të vogël. Dhe ja si duket akulloria ditën tjetër. Si e shikoni ka ngrirë, në fakt unë e nxjerr 5 minuta më parë që ta mbush me lehtësi akulloren lugën. Kjo akullore nuk ka nevojë për t'i shtuar reçel ose çokoladë të shkrirë. Unë thjesht do t'i shtoj sipër për dekor disa copra çokolade dhe i kemi gati për të konsumuar. Dhe ja kush është konsumatori i parë i kësaj akulloreje. Ja pra, kaq e thjesht ishte. Akulloria jon me Snickers është gati, kremoze, e ftohtë dhe super e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.